Të ndëruar shikues, ju përshëndes drejt për së drejtën nga palestra Minatori në Mitrovic, ku bashkë do të përcjellim duelin e vlefshëm për Gjiron e 26
në Pro Credit Superligën e basketbollit kosovar në mes të Trepçës e Proton Cable Prizrenit. Momentalisht Trepça ndodhet në vendin e tretë në renditjen tabelare, një mini krizë skuadrës Mitrovicase bëri që momentalisht të jetë në vendin e tretë, ndërsa Proton Cable Prizreni mban pozitën e fundit në renditjen tabelare. Mitrovicasit synojnë që të kene curi të mirë deri tek play-offi për të siguruar gjysmë finalen, ndërsa Proton Cable Prizreni do të synoj që të ketë paraqitje shumë të mirë, jo vetëm tani, mirë po deri në fund të pjesës së rregull të garave. Presim një përballje interesante, nuk ka dhe shumë shikues të pranishëm në palestrat eliminatori për shkak që sot ishte dita e fundit e Ramazanit dhe me siguri pas iftarit do të fillojnë që të vinë dhe tifosët e pranishëm. Shfrytëzoj rastin që turoj dhe të lutëm që keni pasur agjerim të pranuar nga i madhi Zot. Po shohim rosterin e skuadrës Trepçës: Gashi, Haliti, Hunter, Green, Melo Junior, Tmusic, Drilon Ajrizi, Majers, Kastrati, Koton e Kapiti, edhe pse Driloni është në përbërje, nuk do të luaj për shkak të një lëndimi të vogël, njëjtë sikur se ai edhe Tuna. Po shohim formacionin e Proton Cable Prizrenit: Johnson, Beck, Gashi, Ninja, Kryzio, Futko, Krasniqi, Shala, Smith, Jordan e Ron Dasila. Trajneri Trepçës është Adis Beqirakic, ndërsa trajneri Proton Cable Prizrenit i mirë njohuri Arnor Rifati, skuadra e të cilit ndodhet pranë vendin e fundit në renditjen tabelare. Sigurisht që Arnori së bashku me skuadrën shpresojnë që deri në fund bëjnë diçka më shumë, që të paktën tikën nga pozita e 8 në renditjen tabelare, nëse jo atëherë me siguri Bardhëzinit Prizrena do të kthehen më të fortë se kur në elitën e basketbollit kosovar. E pam peshën startuese të Trepçës, e cila përbëhet nga Green, Tmusic, Majers, Koton e Kapiti, ndërsa kjo është peshja startuese e Proton Cable Prizrenit: Johnson, Beck, Kryzio, Shala e Smith. Ka pasur shumë përballje të ndryruar shikues në mes të këtyre dy skuadrave që nga viti 2018 26 ndeshje janë zhvilluar. Trepça i ka 15 fitore, 10 fitore i ka arritur Proton Cable Prizreni, ndërsa një duel ka shkuar edhe në vazhdime. Ai duel është zhvilluar në vitin 2021 kur Trepça u mposhtë nga Proton Cable, në fakt fitoi ndaj Proton Cable Prizreni 116 me 114. Ky duel do të drejtohet nga treshja e gjyqtarëve Eldinu Glarik, Zon Maloku e Arjan Kurtalani. Mitrovicasit, të cilët thamë kanë pasur ecuri të dobët në ndeshjet e fundit, 3 disfata e 2 fitore në 5 ballavacimet e fundit, ndërsa Proton Cable Prizreni gjatë gjithë kampionatit i ka 5 fitore e 20 disfata. Së fundmi në kuadër të Gjiros 25. Trepça u mposhtë nga Sigal Prishtina 85 me 79, ndërsa Proton Cable Prizreni nga vllazëdimi në shtëpi 77 me 95. Do të filloj përballja. Kuadër të këtij edicioni të nderuar shikues, janë zhvilluar 3 duele, që të 3 ka fituar Trepça, të parin në udhëtim 89-68, të dytin këtë palestër 110-79 dhe të tretin 79 me 95. Nisë përballje, aksioni i parë është i vendasve Koton. Green për Kapitin. Edhe njerë Green, mjafti Loveshëm. Mikail Tmusic, Green. Heziton që të gjuaj për 3, më pas provon është 3 pikësh nga Green.
me 3 pikësh e nisin duelin Mitrovicasit. Johnson për Shalan, Smith edhe ky gjuan nga distanca, s'ka shënim. Myers merr topin me njerë, pason për Green. Cotton. Basin topin vendasit, Edo Kryezio. Fundit luan me topin Cotton. Do të vazhdojnë të jenë përpara mysafirët. Pasi ishte Cotton ai që preku i fundit topin. Smith. Kapiteni Proton Cable Prizrenit. Shala afër ti Kapiti, drilon Shala, gjua nuk ka shënim, merr topin Michael Myers. Green. Tentimi është nga distanca. Edhe një treshe 6 pikë. Realizuara 2 treshe të sakta nga Green për rezultatin 6-0 në favorin e vendasve. Smith. Ja, Edo Kryezio gjoa nuk ka shënim mirë, po është ndërhyrje e pa rregullt në fazën e sulmit nga Smith. Shkohet atje Arno Rifati. Shkak të protestës në vendim të gjyqtarëve. Një e lirë për Green. Cilën e konkretizon me shënim Michael Green. 7-0 gjitha pikët deri tash i ka realizuar Green. Nisë aksion të ri skuadra vendase. Kapiti. Dan Kapiti provon edhe njerë, është i saktë pikët e para të Kapitit. 9-0 rezultati. Në kuadër të kësaj gjiroje të ndëruar shikues, zhvilluar në këto përballje, bashkimi Golden Eagle Ylli, Peja Sikal Prishtina, vllaznimi Bora. Smith. Edo Kryezio. Edo Kryezio rrotullohet atje, gjuan me siren, nuk ka pikë të realizuara për bardhëzinjet Prizrenas. Mbetet rezultati 9-0. Green. Michael Green o lirua atje. Realizuar pikët e para. 11-0 start perfekti vendasve. Ja, tentimi për 3 është treshe e realizuar nga Terwell Beck. Pikët e para të Proton Cable Prizrenit në këtë ballavaqim. Green. Cotton. Kapiti, Mikaile Tmusic. Green nga pozita qendrore gjuan, s'ka treshe, topi përfundon tek Myers, i cili gjuan mirë, po ishte i pasakt. 11-3 rezultati, 6-47 lojë mbetur në këtë qerek të parë. Jordan Johnson. Smith Junior. Smith Junior. Edhe ky është i saktë, treshja e dytë për Proton Cable Prizrenin. 11-6 rezultati. Seri prej 6-0 mysafirëve. Cotton. Mikaile Tmusic. Pasimi është i gabuar, nisën mysafirët. Johnson e vrek topin atje, më duket se ishte Kapiti. Ndalen mysafirët. Michael Green. Kapiti, bukur atje, asiston për Myers, i cili realizon për 13-6.
4 pikë nga Myers. Shumë të pikë deri tash ka realizuar Michael Green, që sejt 7 i ka 2 treshe nga 3 tentime. Terwill Beck shkon deri në fund dhe shënon 5 pikë të tij. 13-8 rezultati. Michael Green. Mikaele Tmusic. Myers. Cotton për tresh gjuajtja, s'ka shënim. Terwill Beck merr topin, Johnson për Edo Kryezion. Shala. Shala provon me tabel, është shënim i Drilon Shalës. 13-11, seri fantastike pikëve të realizuara tani nga lojtarët mysafir. Cotton. Mbrojtje shumë e mire Shalës. Ndalet në mënyrë të parregullt. Smith Junior. Ishtë pikët e para të Drilon Shalës, e cili me tabel arriti që të realizoj. Shala. Johnson. Ga kënde atje gjuan Edo Kryezio, s'ka shënim. Vetë 2 pikë për para Trepqa. Michael Green. Është ndërhyrje pa rregullt. Në vodi është e Jordan Johnsonit. Michael Green. Tmusic. Myers. Cotton. Dan Kapiti, ka ndërhyrjet pa rregullt. Mjaft i mirë në mbrojtje është duke u treguar Drilon Shala. Nga mundësia tani për mysafirët që të barazojnë në shifrat. Smith Junior provojën e parë nuk realizoi, herën e dytë është i saktë. 13-13 rezultati. Kemi në 4 minutat e fundit të çerrekut të parë. Michael Green. Michael Green, s'ka shënim. Mundësia për Prizrenasit që të marrin në përsinë e parë në këtë ndeshje. Topi do të vazhdoj të jetë në pronësinë e Proton Cable Prizrenit. Simi është i gabuar për Shalën, nisët Myers, ndalet pret ndimen e bashkëlojtarëve, ka fol shkaktuar. Ndërhyrja ishte e Terwill Beck. Do t'i inkuadrohet në lojë Erion Kastrati. Në thamë të ndëruar shikuese, Trepqa sot do të luaj pa Hajrizin e Tunën, që do të lënduar. Nuk ka dashur që të rrezikoj Adis Beqi Rakiqi për t'i inkuadruar në lojë. Masë fytyr do të luaj Erion Kastrati. Isak në gjuajtjen e parë të lirë Michael Myers. 3:33 lojë mbetur në çerrekun e parë. Herën e dytë nuk ka qelluar Myers, e cili është në kuotën e 5 pikëve. 14-13. Johnson. Smith Junior. Terwill Beck për tresh të gjuajtja, s'ka shënim. Kërcimi lartë atje nga Myers. Presioni Smith Junior. 15-14 rezultati për Proton Cable Prizrenin.
Koton. Tje Koton, gjen hapësira tje duke realizuar në fakt është Myers. Rikthehet avantazhi tek vendasit 16-15. Johnson. Dervin Beck. U shkon topi tek Smith Junior, ka ndërhyrje të pa rregull nga Edo Kryezio. Edo Junior do të jetë në lojë tek Trepça. 8 minuta, ofër 8 minuta pra lojë në Minatori. 1 pikë avantazh për vendasit 16-15. Sakt në gjojtë në parë të lirë Michael Green, 8 pikë të tij, lojtari më efikas tek skuadra vendase. Dyeri sakt Michael Green, 9 pikë të tij. 3+ për Trepçën, 18-15. Jordan Johnson. Shala për Smith Junior. Shala dhe njerë. Jordan Johnson e kërkon hapësirën. Gjuan nuk ka shënim. Medut Junior merr topin, niset të shpejt përpara Medut Junior. Tmusi Qerion Kastratin nga distanca. S'ka treshe të realizuar. Mbetet 18-15 rezultati. Ndërhyrje pa rregullt. Një 42 loj e mbetur në këtë qerek të parë. Drillon Shala. Smith Junior, Johnson. Një Johnson pro me tabel, Smith Junior lufton me Junior. Mertovin atje me njerë, pason për Michael Green, Kastrati. Qfar kombinimesh të mira të vendasve, mirë, po finalizimi dobët nga Mikael Tmusic. Drillon Shala është Tmusic ai që e ndalë në mënyrë të palejueshme. Në lojë do t'jenë kapiti e Semi Hunter. Largohet Tmusic. Në po ashtu edhe Myers. Smith Junior. Smith Junior ka ndërhyrje të palejueshme. Johnson nga një distancë largë gjuan dhe është tresheti për barazim rezultatin 18-18 sekonda në fundit të qerekut e parë. Kastrati, Kanter, Medut Junior, nuk qëllon për 3. Shojmë, Kastrati, gjuan nëse se të realizoj është era 2 që provon nga distanca. Topin atje, Kastrati, Medut Junior, i pandal që shkon në 2 hapësh. 20-18. Jordan Johnson. Dervin Beck nga këndi gjuan, 3 pikësh nga Dervin Beck, 20-21. E mbyll në favorin e saj qerekun e parë skuadra e Proton Cable Prizrenit. Duhet teksuar faktit të ndëruar shikuese, Trepça në këtë 10 minutësh të parë pati avantazh deri në 11 pikë.
Mirë po pas e përsisë e krijuar nga vendasit erdhi seria fantastike mysafirve, të cilët në proces realizuan plot 4 treshe nga 7 tentime. Ishin efikas edhe për 2 pikë, duke arritur që të barazojnë fillimisht rezultatin. E në fund mbyllin 10 minutin e parë me 1 pikë avantazh. 20-21. Lojtari më efikas tek Proton Cable Prizreni është Smith Junior me 7.5 i ka Terville Beck. Në anën tjetër tek Trepça 9 pik Michael Green, 7 Myers, 2 më efikasët tek xetarët. Tani do të startoj çereku i dytë i Pallavacimit, një lojë fantastike në pjesën e parë, ku mund të themi lirisht se 5 minutat e para i takuan vendasve e 5 minutat tjera mysafirve. Nis çereku i dytë me aksionin e parë të Proton Cable Prizrenit. Jordan Johnson. Ka ndryrje të paregullt nga Medut Junior. Mundua që ta blokoj Smith Juniorin. Medut. Johnson, tentimi, s'ka pikë të realizuara. Nisët Michael Green. Michael Green, Kastrati, Erion Kastrati nga këndi, më në fund realizon treshe. 3 tentime, njëri sa nga distanca, 3 pikë në total nga Erion Kastrati. Smith Junior e krijon hapësirën dhe arrin që të shënojë. 9 pikë të Smith Junior, më efikasi tek skuadra e tij. Semi Kanter, Kastrati për Kapitin, kombinojnë me syre 2 reprezentuesit kosovar. Dardan Kapiti mbi Smith Juniorin, quan duke realizuar 25-23 rezultati. Johnson, Terville Beck, Smith Junior, është ndërhyrje pa rregull të Kapitit. Kthehet në lojë Cotton. Vjen e gjuajtje të lira Smith Junior. Njëzet e pas, 24. Cotton, Semi Hunter, Michael Green,
ky tentim Semi Hunter realizon 27-24. Treshja numër 4 për Mitrovicasit. Do kryesio nuk arriti që të realizoj. E në anën tjetër, Semi Hunter në këtë mënyrë përfundoi aksionin, madje është ndalur edhe në mënyrë të palejueshme. Semi Hunter 4 pikë të tij. me 24. Ilir krejtësisht atje Erion Nigja, e cili nuk e pati të vështirë që të realizojë pikët e para të Nigjas në ndeshje. Kastrati. Veprim shumë i mirë tani nga Kapiti. 32-26 rezultati. Shohim një gjojtje lirë për Tervel Beck. 32-29. Asi se nuk është duke lejuar Trepçën, skuadra e Proton Cable Prizrenit që shkoputet në rezultat. Michael Green për Semi Hunter. Cilëquar nga gjysmë distanca, nuk realizoi kontërhyrje të parregullt. Kthej topin e loj Jordan Johnson. Pak më shumë se 6 minuta loj në pjesën e parë. Gabon Nigja, Hunter, ja merr topin, niset Cotton. Cotton ndalet në mënyrë të palejueshme nga Erion Nigja. Djelosh i ri Erion Nigja që pritet shumë në të armën nga ky basketbolist. E ka besimin e plotë edhe të trajnerit Arno Rifati. (32-29). Cotton i saktë në gjojtjen e parë të lirë. Është pika e parë e Cottonit në ndeshje. Ka kërkuar time-out Rifati. 33-29 rezultati. Lojtari më efikas tek vendasit vazhdon të jetë Michael Green me 9 pikë. 7 ka shtuar Myers, 6 Kapiti, 5 Hunter. Në anën tjetër tek Bardesinë e Prizrenas 11 Tervel Beck më efikase, Smith Junior 10. Shohim që kemi 2 lojtarë Prizrenas që janë duke luajtur me pikë dyshifrore. Një gjë të tillë akoma nuk e kanë bërë vendasit.
shumë vite të ndëruar shikues. Prizreni ka qenë njëra prej skuadrave më simpatike, ose më mirë të themi ka qenë një shija e Superligës basketbollit kosovar, mirë po si vjet rezultatet ishin shumë të dobta për këtë ekip. Dal nga dal jemi duke shkuar drejt faza finale e kampionatit, pra jemi duke shkuar drejt play-offit. Do të kemi paraqitje, besoj interesante deri në fund të pjesës së rregullt, ku më pastaj skuadrat do të tentojnë që t'japin maksimumin në play-off. E pam vllazënimi arriti në mesjavë të shpallët skuadrë kampione në ligën unike për meshkuj, duke e mposhtur Prishtinën pas 5 minuta vazhdime, që ishte trofeu i pari i Gjakovarëve pas 29 vitesh. Një sukses jashtëzakonshëm i Sarinit tek vllazënimi, por merita të mëdha për atë sukses sigurisht që ka kryesia e klubit të Gjakovar, që është duke bërë një punë të jashtëzakonshme. E pam Johnson arriti që të realizoj 33-32. Hunter për Kastratin, Mikaile Tmusic, Kapiti, Kastrati, Koton, edhe një Redion Kastrati, Mikaile Tmusic, Gakondi, treshe Tmusic, janë piket e para të tij në ndeshje. 36-32 rezultati. Johnson, Smith Junior, presioni është i Tmusicit, Edo Kryezio. Tentimi për 3, nuk ka shërim nga Johnson. Koton arrin që të kombinoj me Tmusicin. Kastrati, Erion Kastrati, s'ka kombinim me Semi Hunter. Johnson, do Kryezio nga distanca, s'ka shërim. Hunter, Tmusic, bukur për Koton, aksion fantastik i Mitrovicasve, që konkretizohet me 2 pikësh nga Kastrati. Ja, tentimi tjetër nga Smith Junior, është duke bërë gati që t'inkuadrohet në lojë edhe Jordan Junior, një tjetër lojtar i huaj në përbërjen e Proton Cable Prizrenit. Semi Hunter, mbi të gjithë gjuan, s'ka shënim, kaptoven atje Kryezio. Prim shumë i mirë tani nga Jordan Johnson. 38-34. Jordan Johnson, 8 pikë të ti. Tmusic, Kastrati, Koton, provon nga distanca, s'ka shënim, tovi shkon tek Semi Hunter. Edhe njerë Koton. Semi Hunter për 3, Gjuan, tovi përmundon të Kapiti, Dardan Kapiti, shëron me gambin personal. Largohet Terwil Beck, po ashtu dhe i do Kryezio në lojë Jordan Junior dhe Drion Shala. Largohet Hunter, rikthehet në lojë Michael Myers. Nuk realizon ka vjet gjuajtje të lira Dardan Kapiti. Ja ky pasim për Jordan Junior. Johnson, Jordan Junior. Ka protesta sërish nga Arnori Fati.
2 minuta 30 sekonda, lojë mbetur në pjesën e parë. Tmusic, Myers, Mikhail Tmusic për 3 gjuan. E saktë është Tmusic, 6 pikë të tij, treshja e 2 nga 5 centime. Është kërkuar timeout nga Rifati, i cili është i pakënaqur me disa vendime të gjyqtarëve. 43-34, çastet e fundit të pjesës së parë. Po nuk kemi lojtar të Trepçës që ka realizuar pikë dyshifrore. 9 i ka Green, 8 ka Piti, 7 Myers, 5 Hunter në anën tjetër. Tek Proton Cable Prizreni 11 Terville Beck, 10 Smith Junior. Ka vetur 2 minuta 17 sekonda lojë në pjesën e parë. Deklarua që kërkoi timeout Rifati. Topi është i mysafirve. Jordan Johnson. Smith Junior për 3 gjuan. Edhe njerë shënon Smith Junior. Është treshja e 2 të ti. Ndërsa e 7 për ekipin Prizrenas. Cotton. Mikhail Tmusic, dueli snajperizme në këto qaste të ndëruar shikues. 46-37. Kujtojë njerë që e përsia më lartë e Trepçës në çerikun e parë ishte deri në plus 11 pikë. Tani 9 përpara është skuadra vendase. Do të shikojnë në momentin e pak më parshëm gjyqtarët për pasur pasqyrë më të qartë. Do të jetë për vendasit. 46-37 janë çastet e fundit të pjesës së parë. Cotton. Kapiti për Mikhail Tmusicin. Dardan Kapiti, Tmusic për 3 gjuajtja. Mikhail Tmusic realizon edhe një herë. Tani është të kotën e 12 pikëve, 4 treshe, 4-4 për 3 është Mikhail. 49-37, kjo është e përsia më e lartë e vendasve deri tash. Ka ndërhyrje të parregullt në shohim se çfarë ndodhi. Smith Junior u pengua.
Disa kanë të përshojmë në ndërhyrjen e kapitit. Smith Junior në vjen e gjurjeve të lira. Smith Junior i cili deri tash ka 13 pikë. 13 pikë, 3 kërcime, një top i vjedhur. Pika e 14 për Smith Junior, i cili së bashku me Johnson e Terville Beck mjaft motivuar në këtë pjesë të parë për të luajtur ndaj skuadrës kampione aktuale në elitën e basketbollit tonë. Edhe njerë realizon Smith Junior. Mirë në minutën e fundit pjesës së parë. Cotton. Kapiti Myers. Rinë që të pranoj pasimin, edhe pse me shumë vështirësi ka ndërhyrje të parregullt ndaj Michael Myers. Këtë në lojë Terville Beck. Është zakonisht lojtar cilësor është Terville Beck. Pasak në gjyqin e parë të lirë Michael Myers, i cili mbetet me 7 pikë të realizuara plus 10 avantazhe i vendasve. Herën e dytë qëllon Myers 8 pikë të tij. 50-39 çastet e fundit në këtë pjesë të parë. Jordan Johnson. Jordan Johnson, tentimi është për 3. Nuk ka shënim nga Daryl Jordan Junior. Tetëmbëdhjetë presje pas lojë mbetur në pjesën e parë. Smith Junior. Jordan Johnson. Ska shumë kohë, Terville Beck gjuan për 3. Nuk ka realizim e këmbyllet pjesa e parë. 50-39 rezultatin në favorin e vendasve. Ishin vendasit ata që e fituan çerekun e 2-30-18, ndërsa i pari u takoi mysafirve 21-20. E nisi shumë mirë çerekun e parë skuadra e Trepçës, miru 5 minutë që i dytë i pjesëlojës së parë e takoi ekipit mysafir, të cilët krejt në fund të 10 minutave krijuan në përsi 21-20, më pas një çerek e dytë më i mirë i Trepçës. Gjithsesi në çerekun e dytë fantastik ishte Mikael Tmusici që realizoi 4 treshën nga poaqë tentime. 12 pikë ka Tmusici dhe është lojtari më efikas tek skuadra vendase. I vetëm me pikë dyshifrore, ndërsa tek ekipi Proton Cable Prizren 15 pikë në fakti ka Smith Junior e 11 të tjera Terville Beck. Pak pauzë ndëruar shikues, rikthehemi shumë shpejt në minatori për përcjellur bashkë pjesën e dytë.